Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim në fillim të kësaj jave për situatën politike dhe të sigurisë në Kosovë, ajo që ndodhi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në mbledhjen e 80 asamblesë, në margjinat, pra korridoret, takimet, lobimet, por jo vetëm të Kosovës, por edhe të Serbisë nga ana e saj, sulmet e vazhdueshme mbi Kosovën, propaganda vizive dhe jo vetëm nëpërmjet fjalimeve, por edhe lufta politike në Kosovë, do t'i diskutojmë gjitha me gazetarin, analistin, reporterin e luftës, Vuti Gjumishti. Vuti, përshëndetje dhe faleminderit. Jam Vuti Gjumshiti. Gjumshiti. Nuk e di se si ma ngatroni gjithmonë emrin në Shqipëri. Por duhet flasim më shpesh, edhe kjo jo të rregullohet. Faleminderit që më keni ftuar. Faleminderit ju. Vuti, ju si e patë vizitën e Vjosa Osmanit, Albin Kurtit, të dy në New York për takime? Nuk pa me i takim me nivelet larta përveç fotos normalisht protokollare të Vjosa Osmanit, por mbetin hijem Kurti, pra kjo vizitë më njëherë pas pezullimit të dialogut strategjik, më shumë takime me diasporën, por edhe kongresmen, senator, por ndoshta një nivel tjetër më të lartë jo. Ajo që të hoqi më shumë vëmendjen ishte trueza organizuar nga Grene dhe ajo me shumë pikpyetje, me shumë drejtëhije, që nga qëndrimi i tij këmbë për këmbë, por edhe për çfarë u bë, çfarë posti ka ai, çfarë roli, çfarë fuqie. Në radhë parë dua të them që vizita e presidentit Osmanit dhe kryeministit Kurti në SBA i rrezon pretendimet e udhëheqësit i rrezon pretendimet se udhëheqësit e Kosovës nuk janë të mirëpritur ose se i cënojnë marrëdhëniet në Washington, siç kemi pa raportime dhe pretendime të rreshme të mediave që unë i quaj lagja e Beogradit në Prishtinë. Takimet me presidentin Trump, me Fondacionin Clinton, me senatorë amerikanë, pjesëmarrje në forume të ndryshme globale si GCERF e presidentit, si dhe fjalimin përballë kolegjit të ushtrisë amerikane nga ana e presidentes, tregojnë respekt dhe hapësirë të veçantë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i japin Kosovës. Presidenti Osmani e ka theksuar aleancën historike me SBA-n, ndërsa kryeministri Kurti ka sjellur një narrativ për lirinë, drejtësinë dhe zhvillimin ekonomik, duke e vendosur Kosovën si partner serioz të besueshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju e përmendet pezullimin e dialogut strategjik. Nuk ka pezullim të dialogut strategjik, nuk ka dialog strategjik ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës. Ajo çfarë ka qenë planifikim i një dialogut strategjik i cili ka ardhur si iniciativë propozuese nga presidenti Osmani në vitin 2021 ndaj administratës së presidentit Biden. Një iniciativë e tillë nga presidenti Osmani është përshëndetur dhe mirëpritur verbalisht nga sekretari Blinken në korrik të vitit 2022, siç e ka konfirmuar edhe presidenti, mirë po asnjëherë nuk ka pasur lëvizje të mëtutjeshme për ta formalizuar nismën e përshëndetur nga SBA-t për dialog strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kur kjo iniciativë me Serbinë është një hap përpara. Cila iniciativë me Serbinë? E dialogu strategjik. Serbët po thojnë se ka nisur dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk ka konfirmim nga State Departmenti amerikan. Nuk ka konfirmim nga Shtëpia e Bardhë, nuk ka konfirmim nga Presidenca e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ju lutem shumë, duhet unë mendoj se kur të shtjellojmë temat, qoftë si redaksi apo gazetar, duhet në radhë të parë të gjurmojmë dhe të kuptojmë rëndësinë e këtyre zhvillimeve. Duhet ta kuptojmë se çfarë është dialogu strategjik. Dialogu strategjik nënkupton kur një shtet, në këtë rast Kosova, që ka propozuar dialogun strategjik Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ti përdori resurset shtetërore amerikane për t'i arritur qëllimet e veta shtetërore, me resurset dhe mekanizmat të shtetit amerikan, dhe që kjo të formalizohet, duhet të pranohet edhe nga shteti të cilët teja propozon këtë rast dialogun strategjik, si që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe pastaj të krijohen grupe ekspertësh, të cilët i ndërtojnë dhe hartojnë kuptueshmërinë e misionit dy palësh të këtij dialogu strategjik, i cili më pastaj hartohet në një tekst formal dhe nënshkruhet nga krerët e shteteve.
Unë nuk besoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i besojnë një shteti si Serbia që të fillojë një dialog strategjik me Serbinë, edhe pse Serbia ka të drejtë si çdo shtet tjetër ta propozojë një dialog strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirë po, ajo çfarë kemi dëgjuar nga ministri i jashtëm Xhurić është që ka nisur. Nismëria duhet të jetë diçka një notë e konfirmuar zyrtare të paktën nga Departamenti Amerikan i Shtetit, dhe nuk kemi parë asnjë notë të konfirmuar zyrtare. Por nga ana tjetër, ajo mund të jetë nisur si propozim nga ana e Serbisë, siç ka nisur si propozim nga ana e Kosovës në vitin 2021. Por se a do të formalizohet apo jo është krejt çështje tjetër. Dhe se sa Shtetet e Bashkuara të Amerikës i besojnë Serbisë, u tregua qartë që për herë të dytë presidenti Vučić është refuzuar të takohet me presidentin Trump. Për herë të parë është refuzuar në shkurt të këtij viti, ku ne si Empire Chronicles e kemi raportuar vërtetësinë prapa pretendimeve të rreshme të presidentit Vučić, ku ai thotë se u largova për Serbi duke qenë se u smura dhe kisha nevojë për vëmendje shëndetësore, thua ti që nuk ka spitale dhe shërbime shëndetësore në Amerikë dhe ai duhet të udhtonte me urgjencë në Serbi për nevoja shëndetësore. Ata gënjyen sepse shefi i kabinetit të presidentit Trump i kishte refuzuar përpjekjet e Grenellit për të aranxhuar një moment fotografimi me presidentin Trump, qëllimi të cilës fotografi ishte për t'i dhënë legjitimitet pushtetit autokrat e të korruptuar e kriminal të presidentit Vučić në Serbi përballë kryengritjes së protestave studentore që po kërkojnë rënien e pushtetit të Vučićit. Për herë të dytë ku Shtetet e Bashkuara të Amerikës e konfirmojnë se Serbia nuk është një shtet i besueshëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është edhe refuzimi i ftesës së presidentit Trump ndaj presidentit Vučić për pjesëmarrjen e tij në darkën me krerët e shteteve mike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është rroj tani në kuadër të javës së mbledhjes Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, në të cilën darkë ishte presidenti Osmani e ftuar dhe kishte marrë pjesë dhe e pam atë edhe të fotografuar me presidentin Trump dhe nga një postim që zonja presidente e kishte hedhur në rrjetin e saj në Facebook. Sa i përket takimeve në korridoret e dhomave të fshehura të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku një takim ishte quajtur tavulina e rrumbullakët e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me krerët e shteteve të Ballkanit Perëndimor. Ai takim nuk ka qenë në kapacitetin qeveritar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mercenari diplomatik Richard Grenell, i cili duke kryesuar atë takim, është mercenar diplomatik jo vetëm i Serbisë, por edhe i Rusisë, dhe ai njeri nuk ka asnjë kapacitet qeveritar amerikan. Ne këto gjetje hulumtuese i kemi botuar në shkurt të këtij viti, ku kemi treguar se Richard Grenell është përzënë përfundimisht jo vetëm nga kapacitetet qeveritare të shtetit amerikan, por edhe nga rrethet e ngushta të presidentit Trump. Dhe fakti që ne e kemi pretenduar me gjetjet tona hulumtuese sipas burimeve tona në Washington se zoti Grenell është dëbuar, pra është përzënë nga gjitha rrjetet dhe rrethet e ngushta të presidentit Trump, është tregues që më pastaj atë muaj ku ne kishim konfirmuar përzënjen e Grenellit nga rrethet e Trumpit, ajo u verifikua nga fakti që Grenell kishte dështuar ta organizonte me sukses takimin e presidentit Vučić me presidentin Trump, pasi shefja kabinetit e presidentit Trump i kishte përzënë të dytë. Dhe edhe fakti tjetër i pamohueshëm dhe i verifikueshëm që mercenari diplomatik i Serbisë, zoti Grenell, nuk ka lidhje dhe është i përzënë nga rrethet e fuqisë politike dhe diplomatike dhe qeveritare në Washington, është edhe refuzimi i pranimit të presidentit Vučić në darkën e presidentit Trump me krerët e shteteve aleate të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të javës së takimeve të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara në New York. Po pse mblodhi atëherë Grenell, ose më saktë këta i vajtën nga Afrika për ta thënë gjuhën popullore Osmani Dëgjoj, Grenell është
ftuar në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara me ftesë të Serbisë, të Ministrit të Punëve të Jashtëm të Serbisë. Në momentin fotografik të zonjës Elisa Spiropali, ku ajo e përshëndet Grenellin dhe madje shpreh admirat për të, gjë që është skandaloze në llojin e vet për të filluar, e sheh në prapavi të asaj fotografie është Marko Đurić, pra ministri i jashtëm i Serbisë, për të cilin zonja Spiropali nuk e jep asnjë koment në postimin e saj në Facebook dhe në Twitter kur e shkruan fjalën admiruese për Richard Grenellin. Pse është skandaloze që përfaqësuesi apo shefja e diplomacisë shqiptare është takuar me dikë si Grenell në javën e takimeve të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s në New York, sepse Grenell është stolizur me çmimin më të lartë të urdhërit të Serbisë vetëm 30 ditë pasi që Serbia e kishte vrarë. Vetëm 30 ditë pasi që Serbia e kishte vrarë policin shqiptar të Kosovës Afrim Bunjakun në një përpjekje për të aneksuar verinë e Kosovës vetëm 2 vite më parë, pra me 24 shtator të vitit 2023. Dhe me 25 shtator të vitit 2025, shefja diplomacisë shqiptare e takon zotin Grenell, që nuk ka kapacitet qeveritar amerikan, por kapacitet qeveritar mbështetës lobues mercenarik për Serbinë, pra shtetin armik të Kosovës, i cili shtet është verifikueshëm armik, duke qenë se e mban Kosovën si pjesë integrale të kushtetutës së saj, duke qenë se është i përfshirë vazhdueshëm në operacione orkestruese për ta destabilizuar sigurinë dhe rendin demokratik në Kosovë, duke qenë se është verifikueshëm i përfshirë në një operacion paraushtarak për ta aneksuar verinë e Kosovës me aspirata për ta pushtuar në tërësi Kosovën vetëm një vit pasi nënshkrojti marrëveshjen e bashkëndimit të saj të politikave të jashtme me Moskën zyrtare, një Moskë e cila është duke e kërcënuar dhe shkaktuar destabilitet serioz në xhirin e Evropës, pra Bashkimit Evropian, një union që Shqipëria aspiron për t'u bashkuar. Unë nuk e kuptoj se si Shqipëria dëshiron të bashkohet BE-s, ku në anën tjetër koketon me aleatin më të fortë që është armik i vetë BE-s, pra Serbinë. Shqipëria zyrtare ka një politikë jashtëzakonisht agresive kundër Republikës Kosovës dhe favorizuese në favor të Beogradit zyrtar dhe operacioneve të tyre agresive dhe destabilizuese kundër Kosovës. Ky është skandali llojit e vet, që unë mendoj se mediat në Shqipëri e kanë një obligim jashtëzakonisht të rëndësishëm që t'ia sqarojnë publikut shqiptar dhe ta kërkojnë llogaridhënie nga ky skandal i pashoq i diplomacisë shqiptare dhe diplomatës së re, e cila vetëm sa është emëruar për të udhëhequr diplomacinë shqiptare. Dhe fillimet e saj, them të drejtën, janë jashtëzakonisht skandaloze. Të lutem, Vudi, më thuaj, ku do të dalë Grenelli edhe diplomacia shqiptare që ju e akuzuat? Urdhëro? Ku do të dalë Grenelli me lëvizjet e tij nga Beogradi në New York, por sikur thatë ju i mbështetur edhe nga diplomacia shqiptare, ku do të dalë? Kush është qëllimi final? Serbia zyrtarisht, pasi që ka nënshkruar marrëveshjen e saj për bashkërendim të politikave të jashtme me Moskën zyrtare, është në një përpjekje të pashoq për ta ripushtuar Kosovën. Pra, jo ndarje, ju thoni ripushtim total, jo ndarje. Absolutisht duan që ata fillimisht duan ta ndajnë copa dhe pastaj kur jetë momenti i volitshëm edhe ta pushtojnë në tërësi, ose të instalojnë satelitet e tyre partjark të cilët mund ta kontrollojnë, nëpërmjet të cilëve mund ta kontrollojnë Kosovën suksesshëm. Serbia tani është duke i bërë dëm e Kosovës të jashtëzakonshme, duke e kontrolluar kokën e leadershipit shqiptar në Tiranë, duke e detyruar dhe krijuar një bashkërendim të plot me politikën zyrtare të Tiranës kundër interesave të Republikës Kosovës. Dhe Serbia ka qenë suksesshëm duke kontrolluar Kosovën dhe duke u rinkthyer për të rinstaluar në Kosovë, për të rifituar Kosovën për 20 vite pas luftës, duke qenë se partitë
tani që janë në opozitë, që kanë qenë në pushtet për 20 vite pas luftës në Kosovë, vazhdimisht kanë nënshkruar marrëveshje ndërkombëtare të cilat e kanë favorizuar dhe mbështetur dhe lehtësuar rinstalimin e Beogradit zyrtar në zemër të politikës së Prishtinës në Kosovë në mënyrë që ta orkestrojnë në një moment të volitshëm rimarrjen e plotë të Republikës së Kosovës. Pra, ajo çfarë Grenell ka për mision, me sa duket, është që ta paraqes Serbinë si paqësore, si misionare, si shtet jo problematik, si shtet që nuk po krijon destabilitet, ndërkohë që vazhdimisht është e përfshirë në operacione të destabilizimit të rendit demokratik ligjor edhe kushtetues si në Kosovë ashtu edhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, të cilat janë demokraci të renditura me aspiratat perëndimore. Ndër operacione që Serbia është e përfshirë, është shtëpi për qendrën më të madhe të spionazhit rus në kontinentin evropian, që është qendra humanitare në Nish, është shtëpi për biznesmenet dhe oligarkët rusë të cilëve ua ka dhënë në shtetësinë serbe, ua ka legjitimuar ardhjen e bizneseve ruse në Serbi, nëpërmjet të cilave në shtetësia ata pastaj kanë çasin dhe tregun evropian për të mjelur të mirat e tregut evropian dhe për ta financuar operacionin ekspansionist të despotit rus, pra Putin. Serbia është gjithashtu duke i përndjekur aktivistët politik të cilët e kundërshtojnë dhe e kontestojnë politikën edhe leadershipin e presidentit Putin. Serbia gjithashtu është qendër e rekrutimit ballkanik për ushtarakët pro-rus që e kanë quajtur qendra Wagner kulturore në Beograd, nëpërmjet të cilës rekrutohen të rinjet serb dhe të rinj të tjerë të Ballkanit Perëndimor që duan të shkojnë në luftën ruse në Ukrainë për ta pushtuar Ukrainën. Dhe përkundër krejt këtyre operacioneve që janë verifikueshëm të vërteta, dhe përkundër faktit që politika zyrtare e Serbisë, si në nivelin diplomatik, si në nivelin e shërbimit inteligjent, si në nivelin politik, si në nivelin ushtarak e para ushtarak klandestin, ajo i ka vënë të gjitha kapacitetet shtetërore të gjitha këtyre departamenteve për ta destabilizuar Kosovën në një përpjekje finale për ta rimarrë atë. Tirana zyrtare i qëndron nënshtruese, i qëndron miqësore pranë Serbisë. Kjo është skandal i llojit vet. Shqiptarët kudo që janë, jo vetëm në Shqipëri, duhet të vlojnë në protesta kryengritse për ta detyruar Tiranën zyrtare që të ndryshojë kahje të politikës së saj zyrtare, jo në favor të Beogradit, por në favor të Prishtinës zyrtare, që ka dhe obligim kushtetues ndaj gjithë shqiptarëve që jetojnë jashtë territorit të Shqipërisë së sotme. Shtetet e Bashkuara, mendoni që janë ndjeni të kësaj që gjykimin tuaj po bën Rama dhe qeveria shqiptare në raport me Serbinë dhe Kosovën? Unë nuk e di nëse Shtetet e Bashkuara janë në DNI apo jo, në raportin Tiranë-Washington. Dëgjoj, zoti Rama nuk do ta linte pa marrë pjesë në javën e takimit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Mirë po ai ka një hall të madh se nuk është i mirëpritur në Washington, nuk është i mirëpritur dhe i mirëseardhur në New York. Ku bazohet? Është treguesi i qartë, sepse dëgjoj, në një teatr aq madhor siç është java e takimit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, asnjëherë Edi Rama nuk do të mund ta shmangte një takim të tillë. Mirë po ai duhet të ketë një hall jashtëzakonisht të madh që nuk ka shkuar atje. Dhe unë mendoj që mediat shqiptare duhet po ne jemi dhe kemi për ta kuptuar këtë. Familja Trump po merr Sazanin, gjërat duken në rregull. Familja Trump është familja Trump, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk janë dinasti dhe monarki, është një qeveri dhe është një familje. Po Trumpi është biznesi mbi gjitha. Pse Rama nuk është në Washington? Pse Rama nuk është në New York? Në Tiranë shpresat e opozitës janë të mëdha, edhe ato që ka artikuluar në media. Problemi është që deri tani mbeten në kuadrin e ëndrave.
Unë nuk e di ku po i mbajnë opozita shpresa, duke qenë se edhe ata kanë një lloj lidhje të çuditshme me mercenarin pro-rus e pro-serb Richard Grenell. Është jashtëzakonisht e çuditshme dhe pa kuptim që opozita shqiptare në Tiranë mban lidhje të afërta me Richard Grenell, një njeri që verifikueshëm ka punuar për interesat ekspansioniste të despotit rus në Moskë, pra zotit Putin. Grenell, sipas hulumtimeve të Washington Post, ProPublica, Der Spiegel Magazine, gjithashtu edhe Frontliner Magazine në Londër, nëpërmjet të cilave hulumtime kanë qenë edhe unë i përfshirë, në radhë të parë është dëbuar nga Gjermania si diplomat amerikan, duke qenë se është gjetur duke bashkëpunuar me AFD-n gjermane, të bashkërenduar dhe financuar nga Kremlini zyrtar në përpjekje për ta përmbytur administratën kancelares gjermane Merkel. Ai pastaj është gjetur verifikueshëm duke punuar me Vladimir Plahotniukun e Moldavis, një politikan pro-rus moldav, i cili me paratë të Putinit dhe orkestrimit të shërbimit sekret rus është përpjekur ta përmbys qeverisjen pro-perëndimore moldave atje, i cili vetëm këtyre ditëve është ekstraduar nga Greqia në Moldavi për të përballur me akuza që e rëndojnë. Zoti Grenell ka punuar edhe për fondacionin Magyar Foundation, të drejtuar nga Viktor Orban dhe financuar nga Putini, në mënyrë që ta lehtësojë dhe ta bëjë të pranueshme politikën pro-ruse të Hungarisë në Evropë, pra duke lobuar në Washington. Grenell, siç është dëshmi e verifikueshme dhe fakt publik, punon si mercenar për Serbinë. Unë nuk e kuptoj ku i ka motivet opozita shqiptare dhe me çfarë besimit të çuditshëm iluzional ata mendojnë se mund ta bindin publikun shqiptar duke mbajtur lidhje me një njeri që jo vetëm se është skandalisht i përlyrë, i përfshirë me gjitha entitetet kriminale pro-ruse dhe pro-serbe në Ballkanin Perëndimor, por është gjithashtu i përzën nga rrethet e ngushta të Washingtonit zyrtar dhe të presidentit Trump. Ky është skandal për te botës normale për t'i kuptuar këto zhvillime. Edhe diçka të fundit kam, nisur nga situata në tërësi, jo vetëm Kosovë ku erdhën karabinier italian edhe ushtar turq së fundmi, por në Maqedoni që aty situata ju e dini edhe më mirë që është e brisht, aq më tepër që kemi zgjedhje, të sa e ka zgjedhje rikthehen fryma nacionaliste e më thash gjithë tjerat, pa futur këtu Bosnjën e tjera. Ju këtë vjesht ka erë baruti që ndjeni apo Era barutit është aty dhe Serbia po e djeg për çdo ditë, duke ndërtuar amunicione, duke ndërtuar formacione ushtarake, para ushtarake, duke u përgatitur për një moment të volitshëm që ta sulmojë Kosovën. Edhe dronët për këtë punë? Absolutisht. Dronët nuk vinë rastësisht aty, ata vinë për të vëzhguar terrenin dhe për të hartuar plane strategjike, për të ndërtuar harta topografike në mënyrë që ushtarakët t'i analizojnë se si mund të veprojnë dhe kur mund të veprojnë. Parapret një dimër i vështirë përpara dhe ndoshta me incidente të tjera. Nuk e di nëse në sezonin e dimrit ndonjë ushtri do të jetë interesuar që të përfshihet në një invazion ushtarak. Gjithashtu duhet ta kemi parasysh që Kosova nuk është sikur në vitet e 90-të. Kosova është larg më mirë se çka qenë ndonjëherë. Kosova ka një ushtri të konsoliduar, një polici të konsoliduar, një leadership që për herë të parë është interesuar vërtet ta konsolidojë shtetin, ta bëjë shtetin dhe ta sfidojë çdo armik të jashtëm e të brendshëm të Republikës Kosovës. Kështu që shqiptarët etnik në Kosovë janë në një pozitë jashtëzakonisht më të lakmueshme, por ajo çfarë duhet bëhet është që shqiptarët në Shqipëri duhet të vlojnë në protesta për ta detyruar Tiranën zyrtare të kthejë kokën nga Beogradi në Prishtinë dhe për ta mbrojtur Kosovën, jo për të përpjekur ta minoj, ta delegjitimoj dhe ta shkatërroj siç ka bërë deri në këtë moment sa ne po flasim politika zyrtare e kryeministit Rama. Vudi, faleminderit shumë për këtë bisedë drejt për drejt edhe ndryshe mbi gjitha. Faleminderit shumë për ftesën. Jam mirënjohës shumë për këto minuta që harxove me mua. Lutem shumë, faleminderit.